Gjykata speciale në Hag nuk lindi si një projekt i brendshëm i shoqërisë kosovare për të rishikuar luftën e saj çlirimtare. Ajo erdhi si rezultati një procesi të gjatë presionin ndërkombëtar, i ndërtuar mbi raportin e Dick Martit dhe mbi frikën reale se nëse Kosova nuk do ta pranonte vetë një mekanizëm të posaçëm gjyqësor, çështja do të përfundonte në duart e një gjykate ndërkombëtare, jashtë çdo kontrolli institucional të shtetit të ri të Kosovës. Në atë moment historik, Kosova ishte ende brisht politikisht, e varur nga mbështetja e aleatëve dhe me një shtetësi të sapo konsoliduar, që rrezikonte të tronditej seriozisht nëse përballej drejt për drejt me izolim diplomatik. Në vitin 2015, në trysni të fortë nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, elita politike e Kosovës u vu përballë një vendimi që do ta shënonte thellë historinë e pasluftës. Mesazhi ishte i qartë dhe i ftohtë. Ose Kosova do ta votonte vetë krijimin e një gjykate të posaçme, ose do ta humbiste kontrollin mbi procesin, duke rrezikuar sanksione, izolim dhe transferim të hetimeve në struktura edhe më të rënda ndërkombëtare. Ky nuk ishte një debat ideal për drejtësinë, por një zgjedhje politike në kushte presioni. Vendimi u mor në Kuvendin e Kosovës, ku amendamentet kushtetuese dhe ligji për krijimin e gjykatës u miratuan me shumicën e nevojshme prej 2/3. Për këtë vot dhanë mbështetje partitë kryesore të kohës, përfshirë PDK-n, LDK-n dhe një pjesë të AK-s, së bashku me deputetët e pakicame. Ishte një vot që u justifikua si e pashmangshme, si një sakrificë politike për të mbrojtur shtetin nga një goditje më e madhe ndërkombëtare. Figura kyçe të asaj periudhe, si Hashim Thaçi, Isa Mustafa dhe Kadri Veseli, e mbështetën hapur këtë proces, duke e quajtur të keqen më të vogël në një situatë ku alternativat ishin edhe më të rënda për Kosovën. Por jo të gjithë e pranuan këtë logjik. Kundërshtimi ishte i fortë dhe i zëshëm, veçanërisht nga vetëvendosja, nga shumë ish pjesëtar të UÇK-s, familjar dëshmorësh dhe qytetarë që e shihnin këtë gjykat si një padrejtësi të thellë historike. Për ta, problemi nuk ishte ideja e përgjegjësisë individuale, por fakti se drejtësia po selektohej. Gjykata u konceptua për të hetuar vetëm ish pjesëtar të UÇK-s, ndërsa krimet e kryera nga Serbia si shtet agresor, masakrat, dëbimet masive, dhunimet dhe shkatrimi sistematik mbetën jashtë jurisdiksionit të saj. Gjykata u vendos në Hag, larg Kosovës, larg shoqërisë që kishte përjetuar luftën dhe pasojat e saj. Ajo përdor ligjet e Kosovës, por me gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar, duke krijuar një mekanizëm unik që formalisht i përket Kosovës, por realisht funksionon jashtë saj. Që nga fillimi, kjo strukturë prodhoi një ndjenjë të thellë zhgënjimi dhe padrejtësie, sepse u perceptua jo si një instrument i barabartë të drejtësie, por si një gjykatë që e zhvendos barrën morale të luftës vetëm mbi njërin palë. Me kalimin e viteve, kur aktakuzat filluan të publikoheshin dhe figurat kryesore të luftës çlirimtare u përballën me paraburgime të gjata dhe procese të stërzgjatura, debati u kthye nga politik në thellësisht moral dhe historik. Në sytë e shumë qytetarëve, u krijua përshtypja se historia po rishkruhej në mënyrë të rrezikshme, se lufta çlirimtare po barazohej me krimin dhe se agresori po dilte në heshtje nga skena e përgjegjësisë. E vërteta e plot, megjithatë, është më komplekse dhe më e dhimbshme. Gjykata speciale nuk është një aksident historik dhe as një komplot i vetëm i jashtëm. Ajo është produkti një momenti politik ku Kosova ishte e detyruar të zgjedhë nën presion, ku vendimet u morën nga përfaqësuesit e saj, me vot formale dhe me pasoja që sot i bart e gjithë shoqëria. Ajo u votua nga politika kosovare, u pranua në kushte presioni dhe u refuzua moralisht nga një pjesë e madhe e popullit. Në fund, një gjë mbetet thelbësore dhe nuk ndryshon nga asnjë proces gjyqësor. UÇK-ja ishte një lëvizje çlirimtare që lindi si përgjigje ndaj një shtypjeje brutale dhe sistematike.